Përshëndetje miqtë e Fax News, kësaj radhe jemi pozicionuar për të folur për një temë tepër sociale, siç është shëndeti mendor, por jo vetëm, edhe për shkak të rritjes së autizmit që ka ndodhur tek fëmijët, kemi vendosur që këtë temë kaq të ndjeshme, jo vetëm për prindërit, por edhe për gjithë shoqërinë që janë pjesë atyre familjeve, të ndjekim dhe të shikojmë disa komente ose disa zgjidhje ose disa qoftë edhe mendime nga një psikologja, jonë që kemi të ftuar sot është zonja Delina Malaj. Zonja Delina, faleminderit që pranove. Përshëndetje, faleminderit juve. Si është shëndeti mendor sot në shoqërinë tonë? Shëndeti mendor, ajo që dua të theksoj është vjen mirë që është kushtuar një rëndësi e mirë dhe jesh në një vëmendje këtij aspekti sepse problematikat sapo vijnë dhe po thellojnë dhe janë më të dukshme. Ndoshta edhe për raportimeve që po ndodh kohët e fundit dhe kjo është një gjë e mirë që po vënë duke këtë gjë, po edhe faktorët e jashtëm social, mental, kulturor kanë vënë duke problematikat dhe simptoma që shfaqen te persona të caktuar në fenomene që ndodhin në shoqërinë tonë sot. Duke marrë parasysh ndoshta çështjet e dhunës së familje, problematika që ekzistojnë në shoqëri tek adoleshentët, tek fëmijët, si dhe të caktuara deviante dhe probleme që shfaqen këta adoleshentë në shoqëri dhe përfshirja në akte të caktuara ndoshta kriminale, duke manifestuar të problematika edhe në situata të tilla. Pra, vëmendja që i po jepet shëndetit mendor është një vëmendje që duhet të ishte dhënë ndoshta më parë për të evituar disa problematika dhe për ndoshta për të riorientuar edhe një shoqërinë drejt këtyre situatave për të marrë një trajtim ndoshta ose për të dhënë indikatorë të caktuar që të përmirësohen ndoshta deri diku këto lloj problematikash dhe individët që janë pjesëtar të këtyre problematikave. A është mjaftueshëm kjo vëmendje që po jepet dhe çfarë do sugjeronit që të bëjë më tepër në fakt? Për diçka kaq të rëndësishme. Duke marrë parasysh krahasimin ndoshta më përpara çdo gjë që vjen edhe pak është e mirë, domethënë paktën hap pas hapi dhe sesa fare. Kjo është një gjë e mirë. Patjetër që ka vend për përmirësim për çdo lloj gjëje, jo vetëm për këtë aspekt të jetës tonë, për të përmirësuar sa më shumë vëmendje, sa më shumë ndërhyrje pas vëmendjes, sepse ndërhyrja pa vëmendje normalisht ngelet thjesht në vëmendje deri këtu. Por problematika është që duhet të thellohet ndërhyrja në çdo institucion përgjegjës për situata të caktuara dhe për çdo fenomen të caktuar që ndodh në shoqëri. Pra ndërhyrjet janë të ndryshme sipas një protokolli të caktuar mbase apo dhe sipas tipologjisë problematikës që shfaqet në shoqëri. Çfarë problematike keni hasur më shumë tek pacientët tuaj që keni patur? Kjo ka të bëjë ndoshta edhe me pacientët që zgjedhim ne si profesionistë të punojmë, sepse normalisht nuk kemi të specializuar për të gjitha fushat dhe nuk do ishte mirë që secili prej nesh që punojmë me kategori të caktuar të jetë i specializuar për atë kategori. Fokusi im në punën e përditshme që bëj normalisht prek problematikat e neurozhvillimit tek fëmijët, që janë përgjithsisht probleme me spektrin e autizmit, problemet me hiperaktivitet dhe pavëmendje, me prapëmbetje, po ashtu për të kaluar më tej pastaj me adoleshentët dhe të rritur që janë përgjithsisht problematikat psikoemocionale me diagnoza të ndryshme apo dhe në mungesë diagnozi me problematika të caktuara psikoemocionale. Nuk do doja të cekja fiks diagnozën me cilën unë kam hasur të punoj, por problematikat kanë qenë të shumta për sa i përket shëndetit mendor dhe problematikave që individët hasin. Ndoshta në thelb ajo që unë i kushtoj rëndësi është simptomatologjia dhe problematika që pacientët apo klientët shfaqin tek ne, se sa diagnoza në vetvete përderisa i përket një anës psikiatrike dhe psikiatrit, por normalisht ne jemi bashkëpundim gjatë gjithë kohës për të kombinuar ndërhyrje dhe për të arritur maksimumin tek rezultatet e një pacienti që vjen për trajtim. Tek fëmijët me autizëm, shikoni një trend në rritje dhe pse po ndodh kjo dhe prindrit kanë filluar të bëhen më të ndjeshëm ose të jenë të marrin më shumë informacione për të drejtuar drejt jush, por edhe për t'i trajtuar më pas edhe fëmijët e tyre. Ajo që kam vënë re unë, të pak nga eksperienca ime gati 10 vjeçare që jam në këtë fushë, normalisht vihet re një rritje statistikore tek individët që janë diagnostikuar me të. Nuk di të them specifikisht a ka të bëjë kjo me një rritje të numrit të fëmijëve të prekur apo me numrin e raportimeve dhe diagnostikimit tek fëmijët sot, sepse janë faktor të kombinuar për sa i përket kësaj çështje. Por ajo që vlen për të theksuar është ndërgjegjësimi mbi masën tek të gjithë prindrit e rinj base po edhe jo vetëm për të orientuar drejt një kërkimi të opinionit të ri profesionisti, për të marrë një diagnozë caktuar dhe pastaj për të informuar për mënyrën e ndërhyrjes. Ndërgjegjësimi dhe informimi patjetër që është një gjë shumë e mirë dhe na ndihmon edhe ne gjatë eksperiencës dhe punës sonë të përditshme, pasi përkraja e prindërve në trajtim është një ndihmë shumë e madhe dhe tepër e rëndësishme
për të arritur një rezultat shumë të mirë tek fëmia. Sepse nëse edhe sikur do trajtohet në mënyrë të vazhdueshme fëmia në pjesën tjetër të ditës që nuk është në terapi, le të themi që janë praktikisht 23 orë ose ndoshta 22 varet nga ora që zgjat terapia, pjesa më e madhe dhe suporti ngjelet tek prindërit, tek anëtarët e tjerë. Kështu që pjesëmarrja e prindërve në pjesën e trajtimit dhe riabilitimit është shumë e rëndësishme. Do doja të theksoja pak në për ata që mund të kanë anëtarë në familje që janë të diagnostikuar dhe trajtohen ndërkohë, të jenë pak të kujdesshëm në informacionet që marrin për sa i përket çrregullimit spektrit të autizmit. Pasi ne dimë që sot ka shumë informacion dhe mund ta marrim kudo, por ndonjëherë informacioni tepër do shajë na dëmton, sepse nuk dimë të zgjedhim informacionin e dur dhe çdo lloj të cilin prej fëmijëve të prekur ka tipologji të ndryshme dhe asnjëherë nuk mund të përgjigjsojmë që ajo që është përdorur për këtë fëmijë është e vlefshme edhe për fëmijën tjetër. Pra ndjekja e fëmijës në terapi dhe bashkëpunimi me stafin i cili përkujdeset për fëmijën është rruga kryesore për të pasur një rezultat më të suksesshëm tek fëmia. Ndodh shumë shpesh që prindrit të pyesin njëri tjetrin, nuk ka asgjë të keqe në të përkundrazi, ndoshta janë ndihmë suportues, por jo të gjitha informacionet dhe mënyrat e aplikimit për një fëmijë do të jenë po njësoj edhe për fëmijën tjetër. Pra, informacioni por me masë le të themi dhe gjithmonë duke konsultuar me ekipin që trajton fëmijën dhe që ndjek në terapi. Ne si prindër, në fakt, problematike kemi patur edhe është problematikë rrjetet sociale tek fëmijët, por edhe tek të rinjt. Mundohemi që t'i shkëpusim pra fëmijët, po flasim përgjithësi, fëmijët nga teknologjia, por ka raste që edhe nuk ja dalim. Sa po na i dëmton fëmijët kjo ngjitja me teknologjinë që kanë? Jo vetëm tek ne, por në gjithë botën teknologjia ka ardhur duke avancuar dhe fëmijët e sotëm, të mbrezi që janë, domethënë normalisht i porriten me një qasje ndryshe dhe nuk vlen për të përmendur që teknologjia apo na i dëmton, por mënyra si po e përdorim teknologjinë bën pak diferencë, sepse ne nuk e shmangim dot këtë gjë. As ne këtu në asnjë vend të botës, sepse shoqëria ka ardhur me ritme të tilla. Por mënyra se si do të zgjedhim ta përdorim ose politika që ne duhet ndjekim për mënyrën e përdorimit të rrjeteve sociale apo teknologjisë, ndoshta do na ndihmonte në këtë pikë. Është dhe libri që është publikuar së fundmi Brezi i Ankthit, është statistikisht e vërtetuar që brezat e rinj që kanë ardhur janë më të prekur dhe më të ndjeshëm nga problematikat e shëndetit mendor. Dhe kjo është për të dhënë vëmendje për mënyrën se si do e trajtojmë dhe si do ta përdorim teknologjinë sot. Shmangja totalisht patjetër është e pamundur, sepse edhe ne të rritur nuk mund ta shmangim edhe pse nuk kemi mësuar me këtë lloj ekspozimi ndaj teknologjisë, por mënyra e përdorimit, le të themi, do bënte diferencën. Ndoshta për të bërë pak më praktike, zgjatja e përdorimit të teknologjisë apo ekraneve do të ishte gjithmonë jepet zë kësaj dhe sa më pak të kaloj kohë në ekran aq më mirë është, sepse normalisht fare nuk e heqim dot se me sa kam ndjeni edhe nëpër shkolla tani po përdoren grupe në WhatsApp, kontakte nëpërmjet telefonave dhe prindërit që janë gjatë gjithë kohës në këtë i ka kaluar këtu dhe bëhet pak e vështirë, por që të vendoset një orar kohor përveç kësaj kohës që ata kalojnë për shkak të detyrimeve që kanë. Normalisht nxitja e aktiviteteve në përditshmërinë për të shmangur këto rrjetet sociale do të ishte mirë, por kjo do ishte mirë të bëj si një reformë le të themi për të gjithë, sepse nëse unë e kam fëmijën tim dhe nuk e lejoj të kaloj kohë dhe e nxjerr tek parku aty, fëmijët e tjerë nuk janë aty sepse janë duke kaluar kohë në rrjetet sociale apo në teknologjinë, sepse prindërit nuk e kanë akoma ndërgjegjësimin për këtë pjesë. Pra nëse do bëj një ndërgjegjësim i masës në lidhje me këtë pjesë, ndoshta do na ndihmonte, sepse normalisht ndikimi është tepër i madh. Qoftë për pjesën e problemeve fizike me syt që mund të kalojnë kohë për shkak të rrezeve që mund të marrin gjatë kohës që kalojnë kohën nëpër ekrane, qoftë me mos mungesën e zhvillimit, sepse normalisht kalimi për një kohë të gjatë nëpër këto ekrane të caktuara, qoftë telefon apo edhe në televizor apo edhe në iPad që mund të kenë, ndikon në zhvillimin në shumë fusha tek fëmijët. Qoftë në pjesën e zhvillimit emocional, në pjesën kognitiv të kuptuarit, të reaguarit, qoftë në pjesën gjuhësore që ndikon po ashtu, dhe shumë një pjesë e mirë e problematikave që ne hasim në zhvillimin e fëmijës vjen duke hequr pjesën e problematikave të neurozhvillimit që mund të jetë dëmtuar, supozojmë se nuk kemi një problematikë tillë, por shumë një pjesë e mirë e problematikave vjen nga mungesa e nxitjes dhe përballimit dhe ekspozimit me ekranet. Pra pse t'ia shkaktoj fëmijës të tilla problematika, po mund t'ia shmangim në rast se kemi të bëjmë me një fëmijë të shëndetshëm. Duke mos u munduar të bim institucioneve shtetërore, shkollave, po shikojmë edhe një dhunë që është tejmase nëpër shkolla. Kemi patur vrasje, jo një herë, por disa herë brenda shkollës, brenda të rinjve, edhe pse në një diferencë të vogël mes oborrit të shkollës dhe rrugës. Çfarë procedon në shkollat publike dhe apo a janë shërbimet sociale në funksion apo nuk ka një bashkëpunim? Si mund ta komentosh?
Bëhet shumë e thjeshtë ne të vëmë gishtin dikujt për këtë gjë, dhe përgjithsisht institucionet u ngelet përgjegjësia më e madhe. Unë nuk di të ndaj specifikisht kujt i përket kujt, domethënë kam qenë pjesë edhe ekipeve që kanë marrë si asistuese në çështje të caktuara të miturve për problematika që janë hasur brenda ambienteve të shkollës, por mund të them që për mua janë faktorë të kombinuar prapë, sepse edhe sikur si institucionet të bëjnë detyrën e tyre maksimale dhe nuk mund të themi që nuk e bëjnë. Ka institucione që ndoshta mund të ketë profesionist, le të themi, që mund të çdoj diku, por unë do doja ta shkoj edhe nga aspekti e familjes, domethënë në djenin tonë, në eksperiencën time ka familjarë që nuk janë shumë nuk e pranojnë problematikë, po përveç saj kanë edhe të çastin që shiko se ti je detyruar, i drejtojnë mësuesit, je detyruar që ti bindesh fëmijës tim sepse un kam këtë dhe nuk e lejojnë, dhe roli i mësuesit sikur është zhveshur nga ana e shoqërisë. Domethënë mua vjen keq ta them këtë sepse secili prej protagonistëve që është prezent në jetën e fëmijës do të bëjë rolin e vet, familja do të bëjë rolin e saj në mënyrën se si e trajton dhe si ekspozon fëmijën në ambientet që frekuenton fëmia, qoftë nëpër kurse, nëpër shkolla apo në çdo lloj ku ata ndjekin, po edhe prindrit atë që në bashkëpunimin që kanë me mësuesin. Domethënë nuk ka raste që ngelet përgjegjësia tek mësuesit apo te institucionet, po ka raste që tek kur mësuesi kërkon një lloj të drejte ose kërkon një lloj detyrimi të familjes në paraqitje apo në bashkëpunim, nga ana e familjarëve kjo është e munguar, sepse gjithmonë thonë që je detyruar të ma respektosh fëmijën apo të bindesh asaj që fëmia thot. Pra unë shoh një kombinim të gjithë gjës. Kemi nga të dy aspektet, por nëse do kishim një ndërgjegjësim nga të dyja palët do ishte ideale, por nuk e di do ndodh ndonjëherë kjo gjë. Nuk do doja që të vlerësoj roli askujt. Domethënë secili prej protagonistëve që ndjek fëmijën, qoftë familja, shoqëria, mësuesët apo dhe profesionistët tjerë kanë një rol të caktuar të pazrëndësueshëm tek mirërritja dhe e shëndetshme tek fëmijët. Po duke të qëndruar pak edhe tek trauma, si mund të dallojmë ne një njerëz që ka kaluar apo jo traumë, dhe kur shfaqet kjo trauma? Shfaqet në moment apo mund të shkojë disa kohë dhe ta kuptosh që ai person ka pasur një traumë më herët ose trauma vetë është një çështje që kërkon një kohë caktuar për të diskutuar në lidhje me të, por le të flasim për problemet emocionale që ndoshta herës na konfuzojnë. Domethënë ndoshta jo ne, por grupet ku fëmia funksionon nëpër shkolla. Mund të kemi raste fëmijës që për shembull përgjithsisht nuk kuptohen sepse kanë një qasje të ndryshme ose ndoshta shumë ekspresive në klasë, ndoshta edhe shumë të tërhequr, të izoluar dhe jo ndryshe, le të themi, ose e pazakont krahasuar me bashkëmoshatarët. Këto janë ca sinjale që mësuesët apo rrethi është mirë që ti kapin, le të themi, sepse janë sjellje apo reagime të fëmijës që na tregojnë që ka diçka aty mbrapa. Përgjithsisht trauma ka një kërkesë shumë madhe emocionale, që lehtësisht ndoshta ngatrohet nga njerëzit që nuk kanë informacion, por nëse kanë pak më shumë informacion mund të thellohen pak më shumë për të kuptuar a kemi realisht një traumë, domethënë, sepse trauma mund të konsiderohet një problematikë e fëmijës që ka ndodhur në hershmëri një herë në jetë dhe ndoshta i nxjerr këto, le të themi, rrënjët i nxjerr në momente të mëvonshme tek fëmijët, ndoshta mund të kemi një traumë kronike të vazhdueshme që përgjithsisht konsiderohen dhuna të vazhdueshme familje, që jo vetëm domosdoshmëri fizike, por dhe psikologjike, dhe fëmia këtë gjë manifeston në klasë, le të themi. Mund të kemi, për ta bërë pak më thjesht, mund të kemi sjellje deviante që mund të kemë agresivitet të tepruar, ndoshta ngacmime tek individët, ndoshta shpërthime të caktuara emocionale ose të kundërt mund të kemi simptoma të ankthit, izolim tek fëmijës, mungesë socializimi, por gjithsesi për të bërë një vlerësim në këtë nivel, do të duhet që ta shikojmë dhe ta vlerësojmë fëmijën në tërësi dhe në ekip të caktuar dhe profesionist të caktuar, sepse jo çdo lloj simptomatologjie ne mund të themi që po kemi të bëjmë me një traumë ose kemi të bëjmë me një gjë të caktuar. Ne ose mësuesët apo ekipi evidenton problematikat dhe këtë referon tek një staf që është përgjegjës dhe ata pastaj merren me këtë gjë. Pra është një çështje shumë më e thelluar se kaq për të folur në të nivele, domethënë për lidhje me traumën. Për ta mbyllur, cili do ishte mesazhi juaj drejtuar kryesisht prindërve, por edhe të rinjve, nga ana edhe psikologjike, si mund të gjejnë në një farë mënyrë dhe qetësinë e tyre, por edhe për të qenë një mesazh mbështetës për ato që të jenë më të lirshëm për të drejtuar tek ju, pasi në shoqërinë tonë ekziston akoma kjo e ardhja tek psikologja si një ulje për të tjerët, nëse dikush ta merrte vesh që po shkoj tek psikologja. Mua vjen mirë që të paktën krahasoar më përpara e kemi ndryshuar pak këtë lloj stigme, le të themi, për sa i përket shëndetit mendor.
do doja shumë që të mos nënvlerësoj asnjë lloj simptome, asnjë lloj sjelljeje, se mund ta themi që duket pak e pazakont, sepse edhe çështja e zakont e pazakont është pak subjektive, sepse nuk dim këtë konsiderojmë të shëndetshme ose jo, por që për sa i përket prindërve, prindërit gjithmonë e kanë një nuhati që diçka nuk po shkon. Edhe nëse do ishte kjo gjëja jo reale, le ta bëj një konsult për të marrë një mendim profesionistë për sa i përket kësaj gjës. Unë e kam vënë që edhe niveli prindërit janë skeptik, sepse normalisht janë shtuar edhe profesionistët për sa i përket fushës dhe janë pak skeptik që apo bëjmë gjën e dur apo shkojmë te personi i dur, por le të kërkojnë informacion të caktuar dhe të shkojnë te dikush që ata i besojnë për të marrë një mendim. Ndoshta nuk kemi të bëjmë asnjë problemi dhe jemi duke eksagjeruar kot. Ndoshta kemi të bëjmë një problem real që do duhet të ndërhyet për ta përmirësuar këtë dhe pse jo, nëse është gjë e rikuperueshme, pse të mos e rikuperojmë. Për sa përket të rinjve apo të rriturve që janë përgjegjës mbi veten e tyre, unë mendoj që të gjithë arrin një pikë që kërkojnë ndihmën, sepse nuk e bëjnë dot më vetëm. Por do doja që ta kërkonin pak më herët se të arrijmë aty, që të arrijmë te pjesa finale, do të thotë ndoshta fundi do jetë pak jo më i vështirë, ndoshta edhe mund të kemi edhe probleme pasuese që do jenë të vështira për të rikuperuar apo për të thënë që do ishte më mirë të shndryrim pak më herët. Ndoshta problematikat mund të prishin gjithë ciklin e jetës së tyre, nuk e dim deri ku do arrijë ky nivel i ngarkuar emocional. Kështu që për të mirën e gjithë secilit le të kërkojmë një ndihmë te dikush që ata mund t'i besojnë apo të marrin informacion, ndoshta sepse edhe informacionet mund t'i marrim sot, por zgjedhja e informacionit prapë bëhet e vështirë, kështu që kërkojmë ndihmë te persona që janë specializuar për këtë gjë, dhe persona që ata realisht i besojnë. Delina, të falenderoj shumë që pranuat ftesën dhe uroj që kjo bisedë jona të ketë shërbyer për shumë njerëz që do të na ndjekin. Faleminderit ju për vëmendjen që po jepni shëndetin mendor dhe uroj shumë gjithashtu që të jetë një indicie për secilin që ndoshta po has një vështirësi të caktuar në jetë që të kërkojë këtë ndihmë dhe gjej rrugën e duhur që e meriton gjithë secili, pse jo. Faleminderit. Faleminderit.